Ngjarjet e fundit kriminale kanë detyruar policinë e shtetit të vënë në funksion forcat Renea dhe repartin e ndërhyrjes së shpejtë. Gjatë operacioneve të kryera mbrëmjen e dieshme deri në orët e para të mëngjesit, është bëri mundur arrestimi 3 shtetasve për ambajtje pa leje, si dhe janë shoqëruar 30 persona me sende të forta si thika, shkopa bejsbolli, kapuç, maske e tjerë. Operacionit policor të koduar Oazi, në kuadër të cilit u bë arrestimi flagrant i shtetasve Lorenz Sami Veliaj, Sami Veli Gjypi ose Veliaj, Artur Gjevahir Kishta. Gjithashtu në cilësinë e provës materiale janë gjetur dhe sekuestruar 50 doza lëndë narkotike e llojit heroin, 2 armë zjarri automatik model 56, 3 krerë automatik 56 të mbushura me fishek, 1 pistolet me bishkrimin Bruni, 2 motora targa të hequra nga mjetet të tjera, 30 telefona celular, maska, doreza dhe bluza me golf me gjyrë të zezë, të cilat dyshohet se janë përdorur në vjedhje të tjera me armë. Burime nga policia e shtetit për TVA1 report bën të ditur se këto patrullime do të vazhdojnë deri në një moment të dytë, pasi është ndërtuar një plan i posaçëm masash për arrestimin e personave të shpallur në kërkim për krime të ndryshme.